E kemi alarmu situatën që Kosova në aspektin diplomatik, qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin ekonomik, është larg realitetit. Rruga drejt familjes evropiane kërkon institucione aktive, kërkon përkushtim, kërkon përmbushje të kriterëve dhe standardeve. Fondet nuk jipen një shteti, vetëm se ai shtet ka nevojë për ato mjete, po për të marrë ato mjete duhen reforma. Një shtet të ketë reforma institucionale, duhet të ketë institucione stabile dhe kjo duke i munguar Kosovës. Kemi humb miliona të shumë dhe jemi në rrugë të mirë që të humbim edhe ato që janë në dispozicion, 60 milion apo 120 milion deri në fund vitit, janë një numër shumë i madh i kritereve që duhet të plotësohen. Dhe nëse nuk kemi parlament funksional, nuk kemi do të thotë qeveri funksionale, si do të arrijmë këto objektiva? Prandaj definitivisht Kosova duke pagu dhe të ta paguajë një kosto oportune në të ardhmen, sepse koha nuk kthehet, mundësitë për projekte nuk rishikohen dhe parat do t'i destinohen diku tjetër. Kosova nuk e ka luksin dhe komoditetin të qeverisë në heshje, në pritje, sepse vërtet Kosovës po i vidhet koha dhe në këtë drejtim një shtet i varfër apo më i varfër në Ballkanin Perëndimor të jetë anash mundësive për të shfryzuar me qindra miliona euro është mallkimi dhe dëmi më i madh që po i bëhet Kosovës sot, po në aspektin e pagesës kolaterale edhe gjenerata që do të vinë do ta paguajnë këtë arrogancë të pushtetit dhe mos funksionim të institucioneve në interes të shtetit dhe në interes të qytetarëve, sepse si duket sot dominante është vetëm lufta për pushtet dhe jo për shtet. Mungesa e institucioneve është dëmi më i madh që ka bërë Kosovës në këtë dinamikë gjeostrategjike në mbar globin. Të jesh në këtë situatë ku vendet e rajonit dhe ato evropiane luftojnë për ripozicionim, për rireformim dhe për një fuqizim të fuqisë tyre e Kosova të mos ketë institucione, vërtet është dëmi më i madh. Por ajo që është më interesant, si duket edhe qytetarët janë mësu që ta pranojnë realitetin e hidhur që Kosova të qeverisë në heshje, nuk qeveriset shtetin në heshje dhe në pritje. Duhet dinamik, duhet vërtet një funksionim, duhet një partneritet dhe në fundit Kosova është e gjithëve, nuk është vetëm e pozitës dhe opozitës, por ky është realiteti që dëshmon që në Kosovë nuk ka përgjegjësi qoftë institucionale, qoftë individuale dhe këtë po e paguajnë qytetari, por këtë do ta paguajnë të ardhmen edhe gjeneratat që po vijnë pas, sepse është një kosto oportune që do të reflektojnë të ardhmen, sepse tani ndoshta nuk duket.